para drejtuesit të SPAK. Se ajo është, ajo është pjesa më e rëndësishme e shtetit shqiptar. Dalu bek se ka hendek. E di si ka thënë një përfaqësues i Bashkimit Evropian, që nuk ma than emrin. Mos e sulmoni, më kërkoan, tha, që të mos e sulmoj SPAK-un. Si mos e sulmoj SPAK-un, unë SPAK-un e kam, thaj. Dëgjoj, tha. Po i hoqëm Shqipëri, SPAK-un nuk ka asgjë. Në Bruxelles është, po nuk ma tha emrin, që duhet jem korrekt. Po i hoqëm Shqipëris, SPAK-un nuk ka asgjë. Duhet thënë, prandaj kjo ka i rëndësi. Tani, janë 4 prokurorë. Unë doja t'i kishim në fakt të 4 qofse është e mundur, qofse kemi mundësinë me 4 kandidatët. I themi dhe njerë, thjesht për t'i kujtuar, Elvin Gojka, Adnan Xholi, Doloresa Musabelli, Klodian Brau. Unë bëj humor, zonja Meta, se i bëj kështu me krahinizëm, por kjo s'ka vlerë sigurisht, është thjesht për humor, se 2 nga këta janë nga Skrapari, një është nga Dibra dhe një është edhe ai me një origjinë, se nga që ka qenë prokuror dhe ka lëvizur në shumë qytete dhe nuk e ka shumë të përcaktuar origjinën zoti Gojka, po Adnan Xholi është nga Dibra dhe prapë me humor themi pasarsi zoti Dumani që është edhe nga Dibra dhe këta 2 nga Skrapari themi lobi Skrapalive atje. Po kjo është thjesht një diskutim folklorik, nuk ka vlerë fare. Këta janë ata sepse ata janë. Nuk e kanë ata se vinë nga Dibra, nga Skrapari, nga Shkodra, nuk vlen kjo. Tani ti nuk e pëlqen këtë që do preferohet ti, po më bëj një portretizim të këtyre 4-ve nëse zgjidhet secili nga këta. Po shiko, unë nuk them që fjala ime ka ndonjë rëndësi të madhe në mënyrën se si do ta portretizoj unë personalisht. Tani ajo që unë kam shumë me merak në këtë lloj faze që është institucioni i SPAK-ut për të zgjedhur kreun e ri të SPAK-ut, është ajo çka ne të gjithë presim që a do mundet që SPAK-u me kreun e ri të përmbushi edhe të vazhdoj dhe të thelloj pritshmëritë e qytetarëve shqiptar për atë çka të gjithë ajo që ne në situatën që ndodhet SPAK-u edhe me atë çka po lë ish kreu i SPAK-ut Dumani. Ja, këtë janë 20 titanët, them unë, 20 prokurorët e SPAK. Adnan Xholi është kandidati i parë, i dytë Doloresa Musabelliu, Elvin Gokaj, i treti, dhe Klodian Brau, i katërti. Ky është trupa e prokurorëve të SPAK-ut. Kanë qenë i pari Arben Kraja drejtues, i dyti Altin Dumani, sepse 3 vjet e kanë mandatin dhe nuk kanë të drejtë të sëritje. Dhe tani do zgjidhet nesër, kur them nesër ne do marrim vesh kush është pasardhësi i zotit Dumani. Adnan Xholi, Doloresa Musabelliu, Elvin Gokaj apo Klodian Brau? Po. Shiko, është një 3+1 dhe mua më pëlqen që midis e ka thyer si thua këtë pjesën Doloresa Musabelliu. Do më pëlqente që në një institucion drejtësia të ishte zonjë patjetër. Ne kemi tentativa që ose jemi lavdëruar që në përbërjen e institucioneve dhe notën më kaluese e ka marrë qeveria sepse ka pjesëmarrje dhe si thua. Jo, ajo ka thyer rekorde edhe në Evropë qeveria për numër, po për numër. Tani te cilësia fillon me cilësia është diskutim tjetër, po jo është diskutim, jo tjetër, por është diskutim thelbësor, por se aty. Kështu që unë mendoj që do më pëlqente. Po kjo është reale. Po. Kjo është reale dhe Doloresa Musabelliu nuk është aty për nuk është rastësisht. Po, nuk është rastësisht. Nuk është për kuotë gjinore, nuk është as për dekor, është thjesht e barabartë me të 3 kolegët e tjerë, e cila ka treguar dhëmbët në kuptimin figurativ. Shumë mirë. Ka treguar dhëmbët, jo shumë mirë. Ka treguar një guxim, ka treguar që në fundit midis profesionit edhe midis familjes së saj, edhe fëmijëve të saj, edhe midis politikës, ajo ka zgjedhur pikërisht profesionin. Më vjen mirë. Dhe më pëlqen që një grua e fortë, nuk para pëlqej të them grua e hekurt, se në fundit Iron Lady nuk e... Jo, më pëlqen që guximi dhe kurajo që mund të ketë një grua profesionale, besoj që e ndriçon një institucion dhe shton dozën e pozitivitetit.
S'di ta them këtë, unë nuk jam shumë e mirë në parashikime institucionale, unë di të them dhe dua të them që nëse politika do vazhdoj tjetë vetëm vëzhguese dhe mos të fusi duart dhe mos të bëj komente dhe mos bëj tentativa lobimi të papastra, nuk e di, unë di që domethënë nga artikulimet e politikanëve dhe nga artikulimet e kryeministrit, që secili edhe nga artikulimet e kreut të opozitës, mendoj që ka një lloj presioni për institucionet e drejtësisë. Janë në presion, Janë në presion, sepse ti shikon që nuk është keq që institucionet të jenë ndërvepruese me njëra tjetrën, por unë mendoj që ndërvepruese jo me deklarata dhe jo me mënyrën se kush është më i forti për të treguar që si komunikoj unë me institucionet e drejtësisë. Problemi është që në këto moment që ja kanë lënë një institucioni siç është Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që edhe ky është një institucion i drejtësisë, dhe janë ata të zotët që kanë sjellë përballë si ekspertizë këto 4 kandidatura të forta, kandidatura të mira nga ana profesionale dhe 4 kandidatura që kanë treguar guxim për sa kohë kanë hyrë tek grupet kriminale. Tani do të pyes si ekspert e zgjedhjeve. Po. Tani më shpjegojnë çik motë 11 antar të KLP-s do zgjedhin 4 kandidatë. Dhe kur janë të barabartë, domethënë pak a shumë ju besoj e dini, raundi i parë nëse marrin një renditje, 2 të parë kalojnë në raundin e dytë dhe votojnë vetëm ata. Dhe nëse janë të barabartë, kryetari ka 2 vota. Këtë më shpjegoj mua ti se këtë se kuptoj. Ti je ekspert e zgjedhjeve. Tash unë nuk kam çfarë të shpjegoj, sepse protokolli, procedura edhe ajo çka në ligje kanë vendosur kështu, ne s'kemi që bëjmë dhe ne nga jashtë as ti as unë, as gjithë qytetarët nuk kanë fuqi. Jo, a kishte një mundësi zgjedhje tjetër? Ta bënin me votim ta bënin me votim të fshehtë, ta bënin me gogla, i kanë provuar këto metoda. Mendoj. Janë provuar këto? I kanë menduar që edhe votën me gogla. Atëherë po ta riformuloj pyetjen. A është normale që drejtuesi i SPAK, se sigurisht aty 20 prokurorë, mund të zgjedhë edhe me 3 vota? Se kështu i bie probabiliteti. Po. Ai mund të zgjedhë me 3 vota. A është normale? Po pse mos jetë normale? Për sa kohë që jo tani po themi një drejtues SPAK për shembull duhet të kishte 11, po pra, 11 tani prit 11 antar dhe unë marr 10 vota, është fuqia më e madhe me 3, ti me 3 vota e zgjedhur. Mund t'i thot dikush, ti me 3 vota e zgjedhur. Se ekziston nesër që njëri nga këta 4, edhe vetë ata nuk do ta aplikojnë këtë, ai që do të fitojë, do ta fitojë masivisht. Me një numër konsiderueshëm. Po themi 7, 8, 9, bler pastaj 10, 11. Po jo me 3. Këtu është ka një problem, zot. Po, ndoshta mund të jetë një lloj ngërçi që mund të zgjatet si proces atëherë, se tani ti po ma sjell se unë nuk i kisha hyrë kaq temp. Jo, po i kam hyrë se herën e kaluar patëm një problem, a dikush ishte problemi? Dhe kjo është pyetja. A do jenë nesër në mbledhje të 11, se ndonjëherë mund të smuret nesër? E kuptove tani? Po tani nëse e bëjnë këta ti ekspert e zgjedhjeve. Nëse e bëjnë këta drejtësisë të punë, po ju para 3 vjetësh mungoi një në mbledhje. Zonja Meta, ju i kujtohet kjo? Po. Dhe tani mundohet prapë kjo. Dhe ndërlikohet shumë pastaj po mungoi një, se 10 atje do zgjedhin 4. Po. E kupton çfarë ndodh pastaj? 28 kamiona nda për 13 bataliona. Unë nuk e di pse ne gjejmë formulat më të vështira. Më të vështira, po. Dhe ndoshta më konfuze se sa të vështira. Po, konfuze, bravo. Domethënë ne vetëm çorodisim. Domethënë, nëse votimi është i thjeshtë, ti thuaj që ky njeriu do drejtoj një institucion i cili gjithë opinioni publik edhe politik i ka aty. Edhe ndërkombëtarët. Edhe ndërkombëtarët patjetër që po e ndjekin hapasapi dhe janë prezente aty. Atëherë si do të ishte formula? Mund të ishte kështu që secili votohet 11 dhe pastaj mbaron? Po për mua ashtu do dukej si thua që meqense jemi te kjo pjesa që secili lavdron nga ana profesionale dhe secili